Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shfrytzoi një bashkëbisedim në rrjetet sociale për të theksuar se aksioni kryesor i opozitës do të jenë protestat. Sipas Berishës, protestat deri më tani kanë pasur efekt, pasi u kanë treguar partnerëve ndërkombëtar se shqiptarët reagojnë kundër korrupsionit. Edi Rama ju deklaroi aso kohë kur hodhi poshtë heqjen e imunitetit se çështja Balluku u mbyll. Por nuk u mbyll për ne, Muharrem. Ne jemi në këmbë dhe ne do vazhdojmë kërngritjet tona paqësore gjërë në largimin e Edi Ramës. Të shtunën e ardhshme Sali Berisha do të kërkojë mbështetjen e demokratëve si kandidati i vetëm për postin e kryetarit PD-s. E ai shpjegoi sot se gara është legjitime edhe pa rival, duke vënë në dukje se në shumicën e partive në botë, kur kryetari rikandidon, ai nuk ka rival përballë. Kur drejtuesi vazhdon të jetë në garë, të qëndrojë në garë, nuk ka kandidat të tjerë në këtë referendum. Pse nuk ka kandidat të tjerë? Sepse jo se ka asnjë pengesë, por sepse nuk dëshirojnë të marrë një hap të pasigurt për veten e tyre. Berisha shpjegoi edhe pse përjashtoi Ervin Saliani nga gara për postin e kryetarit të Partisë Demokratike. Kur kjo parti nuk do mund të pranojë bashkëpunëtor krimi, bandash dhe të qeverisë. Të shtunën 23 maj, Partia Demokratike do të zhvillojë zgjedhjet për kryetarin e partisë. Nuk ka asnjë dilemë se Sali Berisha do të marrë mbështetjen e demokratëve, ndaj mbetet për të parë se çfarë platforme do të prezantojë ai në kuvendin e 30 majit. Dhe ende është e paqartë nëse Sali Berisha do të vazhdojë të drejtojë Partinë Demokratike me të njëjtin ekip apo do ta hapë këtë forcë politike drejt figurave të reja.